Jemi rikthyer sërish në studio të nderuar teleshikues me pasqyrën elektorale, sapo ndoqëm edhe një deklaratë e cila ka pasur atë të kryeministrit të vendit Edi Rama, kësaj radhe nga shoqata e mediave elektronike. Janë disa shoqata gazetarësh që flasin kohë të ndryshme. Asnjëherë nuk unison. Është një shoqat gazetarësh, fjala kur dëgjon prapashtesën gazetar mbrapa, shqetësohesh. Një shoqat që vjen mbrapa prokurorisë, sot mbrapa prokuroria. Po në gazetarët që punojnë në Agon Channel? Lubonja? Unë nuk e kuptova. Një shoqat gazetarësh që shqetësohet dhe jep qëndrimin e saj pro prokurorisë, po gazetarit? Po kjo, ishte ajo, ishte gazeta e Sandrit, ishte deklarata e Sandrit kjo, shoqata e Sandrit. Ajo është. Tashi, këtu linin problemet, këtu linin problemet, se unë kam një mendim për të vazhduar të që tha Kreshniku, që e shoh me shumë problem. Këtu edhe mediat, pronarët e tyre veçanërisht, në përgjithësi, kanë hyrë dhe kanë bërë bizneset shumëta. Janë marrë dhe ndërtime, janë marrë me shitblerje, kanë blerë jugun, kanë blerë veriun, kanë, kupton ti? Kanë investu këte e andej. Dhe është e ngatruar puna, sepse mos harrojmë që janë të kapshëm nga qeveria. Pra, gjithë ekonomia jonë në përgjithësi, veçanërisht bizneset e mëdhaja, në një mënyrë tjetër, kanë bërë shkelje, kanë gjërat papaguara, kanë borxhe këtej, energji elektrike papaguara ndej, e kupto? Dhe tani, në vend që shteti, disa kanë nevojë, si thot Kreshniku, të investigohen për burimin e parave, nga e kanë parate, në vend që shteti të filloj të normalizoj këto situata, për mediat flasë, unë shoh që shteti kërkon t'i kthej nga ana e tij dhe boll t'i ketë nënshtruar, pra duke qenë i rikatushëm, thonë italianët, i shantazhueshëm, i nënshtrohesh. Dhe mua më duket se ky është rasti i disa mediave tonat, që po kapen dhe po rrinë, po shërbejnë, kthehen, se unë nuk kam si shpjegoj ndryshe që nga me Sali Berishën bëhen me Edi Ramën. Qofse ke në linjë. Në fakt kanë mbetur me qeverinë, le të themi në koherencë, gjithmonë janë me qeverinë. Atëherë këtu për te rastit, se duhet ta ngrej këtë për te rastit, se s'mund të rrim tani të bëjmë avokatin e Beketit apo këtej. Për te rastit, pra, çështja ngelet shumë e rëndësishme, a do të kemi dot në mediat lira dhe gazetar që nuk punojnë për pronarin, se unë vi këtu nuk kam Beketin një herë e kam parë, unë kam pas mendimet e mia, kam qenë te Klani, kam shpreh mendimet e mia, shpeshherë të kundërta me pronarin. Me linjë editoriale? Po, ama problemi është që vërtet gazetarët janë në këto presione. Janë në këto presione interesa, siç e dim, kanë humbur personalitetin, kanë humbur të vërtetën dhe i kanë shërbyer këtyre interesave. Tani ne kemi një qeveri që e re, një maxhorancë e re, që ka ardhur me premtimin se do të na rilindin nga ajo situata që na kishte krijuar Berisha. Po pse rilindja e qoni ju këtë që në vend që të vër rregull, të tentoj të normalizoj të lirinë e medias, gjen rastin të kap një media, dhe vazhdon historinë e kapjes së mediave njëra pas tjetrës, duke shfrytzuar bizneset, duke u bërë favore, duke qenë selektive, duke i bërë favore atyre që i mbështeten dhe kthehen dhe duke i shantazhuar të tjerët. Kjo është e njëjta politike vjetër që bëhet. Lubonja, në ADN Kronos... Se mos harroni se Edi Rama 1-2 kishte të fala Sandrit, harrove? Po. Fala Sandrit e kishte, 1-2 të fala Sandrit, kuptoti? Pse i të ka bërë fala Beketit? Tash i thot fala Beketit, nëse thot fala, kush është kundra thot fala. Kuptoti? Kush i bëhet pro është në rregull, ai s'ka ndodhur asnjë gjë. Kuptoti? Atëherë për çfarë fliste ai? Lubonja, ADN Kronos, agjensi informative, sapo ka publikuar një intervistë me Francesco Beketin. Unë po lexoj titullin kryesor, Beketi kundra meje, një reprezalje nga Tirana. Me Agon Channel do të vijojmë, teksti është në italisht, unë po lexoj vetëm pjesë, është duke bërë gati për ta ndjekur edhe teleshikuesit të plot vetëm pas pak, asnjë tërmet për Agon Channel. Kush mendonte të na intimidonte, është duke marrë një rezultat krejt të kundërt. Kështu ka folur Francesco Beketi, i cili është marrë në një intervistë telefonike nga Londra, nga përfaqësuesit e ADN Kronos,
pas mandatit të arrestit dalë prej tij nga Prokuroria e Tiranës. E konsideron këtë mandat një formë reprezalje të establishmentit shqiptar për pozicionin në të cilin ndodhej Agon Channel, dhe është pyetja kjo që është bërë në fakt në mënyrë të drejtë për drejtë edhe nga agjencia, sepse sipas Begetit është reprezalje. Agon Channel nuk bën politik, por bën vetëm informacion të lirë dhe të pavarur. Francesco Begeti është përgjigjur akuzave në mënyrë të drejtë për drejtë, çështjet që bëjnë fjalë për evazion fiskal, për mospagesën e taksave, akuzën për pastrimin e parave. Ka folur në mënyrë shumë të qartë për gjithçka që ka në përmbajtje kjo kërkesë prokurorisë. Vetëm pas pak do të keni mundësinë ta dëgjoni të plot, ta lexoni të plot intervistën që Francesco Begeti ka dhënë për ADN Kronos. Po, jo, me që një koment për këtë, okay. Besoj që sot Francesco Begeti duhet jetë krenar atje ku jeton me familjen e tij dhe për biznesin që ka, sepse sot me statusin e tij në Facebook kryeministri e legjitimoi që ky është një aksion politik për të mbyllur një dritar opozitar. Sot Francesco Begeti duhet jetë krenar sepse gjykatat shqiptare vunë në vend drejtësinë. Dhe sot në mbrëmje duhet kishte dy gjesta. Ose kryeministri duhet jepte dorëheqjen, sepse ushtroi presion dhe legjitimoi një akt të palishëm të prokurorisë, të cilën gjykata tha është e padrejtë, është e palishme, është antikushtetuese. Dhe dy punonjësit e Agon Channel, stafi i Agon Channel sot është i lirë, ose ata gjyqtar duhet shonin burg dhe të shkarkoheshin. Tani, o e ka fajin gjykata, o e ka fajin kryeministri i cili me pa të drejtë, si kreu ekzekutivi, del dhe i bën presion. Imagjinoni sikur prokuroria italiane të nxirrte një masë sekuestro dhe arrest për Mediasetin. Dhe të dilte kryeministri italian, mbas 24 orë shtonte mbështes prokurorinë për arrestin, mbështes sekuestron dhe gjykata t'jepte për një herë një vendim ndryshe. Do kishte dalë gjithë Italia në protesta. Kryeministri nuk do e kishte mbajtur 24 orë do të postin. Prandaj, kryeministri nuk po e mban dot karriken e tij, se po t'ishte diku tjetër, do e kishin fluturuar. Në rastin më të mirë është i paaft, në rastin më të keq sigurisht e bën një presion të hapur dhe tregoi sot që ky ishte një akt i pastër për shkak konkurrencës pa drejtë. Nuk mund të hetohet Begeti, i cili është milioner në Angli, milioner në Itali, milioner në Zvicër, milioner në Shqipëri. Po duan hetuar pa buksit dhe pronar duke fillu nga Edi Rama, i cili para 10 vjetësh dilte me trigoleshi, dhe sot është pronar i biznesit më të madh në Shqipëri, dhe sot i ndron gjithë i ndron veshjet e tij nga 10.000 euro kostumin. Nëse doni pastrim parash, pastrimi parave ka një koncept. Kush ke qenë dhe ku je? Nëse ka një njerëz se kush ka qenë është kryeminist. Spajo, vetëm një moment, un po lexoj pjesën e fundit, gjithsesi është duke u përkthyer edhe nga përkthyesja zyrtare Agon Channel, që të jemi korrekt edhe me termat. Pyetja e fundit që është bërë zotit Begeti është cila do të jetë lëvizja juaj e radhës. Dhe përgjigjja është kjo. Në fakt nuk do duhej t'ju tregoja, por gjithsesi sonte do të nisë një arbitrazh ndërkombëtar ndaj qeverisë shqiptare për dhunim të rënd të traktatit bilateral mbi investimet midis Shqipërisë dhe Italisë. Fakt të cilin e bëri me dije në fakt që dje zoti Theodori Sollaku është prokuror i përgjithshëm, ku shpreh se ajo që ka ndodhur me Begetin në formën e traktateve bilaterale që shteti shqiptar ka me shtetin italian mund ta ekspozojë kërkesë një arbitrazh të tillë. Çka do të thotë? Në rast të një fitore, është një kosto për shtetin shqiptar, është një kosto për mua, ty, gjithë taksapaguesit shqiptar. Tani, pas u bonja, unë insistoj që kjo deklarata sot me kryeministrit do të jem pak më i drejtë për drejtë. Nuk e kam oratorinë e dy kolegëve që kam përballë, po deklarata e kryeministrit sot lexohet dhe tregon origjinën, fillimin, fundin, mbarimin e gjithë sa që ndodhi. Që do të thotë? Që do të thotë që është iniciuar politikisht. Që do të thotë që është iniciuar nga policia, kemi dosje policore, dhe pa mbaruar, pa u dhënë vendimi gjykatës, dhe vetë prokuroria ka fjalën dyshime, del kryeministri dhe thotë, i vë vulë, thotë, luftuam, dhe për më bukur, më madhe është e lidhur me dekriminalizimin. Është një proces dekriminalizimi, dhe shefi kryeministrit Berisha që del thotë dy fjalë për Agon, dhe për një herë del, se Berisha ndoli, në fakt, me thënë drejtën. I kemi dhe deklaratë. Berisha ndoli, tha dhe lidhi dekriminalizimin, që ka të bëjë dekriminalizimin që një proces që kanë dy partitë politike,
Pra, largimin nga politika... Dekriminalizimin me goditjen me agon. Kriminale. E kupton? Kjo është një amatorizëm, për këtë tregon gjithë atë se si ka nisur kjo histori dhe si kërkon ai që të mbarojë. Është fare qatë. Këtë deklarat sot për Beketin që ka ardhur në gjyq, mund vlej miliona euro. Lëbonja. Shiko, unë nuk dua të hyj si thash në çështjen e Nëse po kjo pa dhënë vendimin gjykatës si del flet. Pra, ajo çështja e prezumimit të pafajësisë si thash fillim s'është bërë kulturë tek neve sepse ne jemi në. Po me të paktën ta bëj kryeministri është i parë. Jam dakord që. Jemi të kundërt, ne kemi prezumimin e fajësisë. Kryeministri duke ditur edhe se ku jeton, edhe me të cilët bashkëpunon, që ka futur kriminal në parlament. Po këtu janë gjithë nga dy emra. Po mbaroj tash njerëz me dy emra që ka bashkëpunuar për të marrë votën me dhunë ose për të blerë votën me njerëz që kanë dhe vrarë, trafikuar prostituta e tjera. Mund të ishte politikisht tani, po them, më i kujdesshëm, më thoshte i ka drejtësia si tha Ilir Meta, e lëm drejtësinë, për shembull, në këtë aspekt mendoj kështu, por lidhur me atë që thot Betja, që është kryeministri mbrapa, apo s'është kryeministri mbrapa, tash edhe atij do t'i japim privilegjin e dyshimit të kryeministrit. Po kjo deklarat më lë dyshoj, jo nuk thash se është mbrapa. Po tash ti thjesht tëndën, unë po them timen. Nga ajo që kam thonë. Tash kjo deklarat lë shumë dyshime që është mbrapa. O zotëri, sepse kryeministri nuk është vetëm zotëri. Ai ka ardhur atje me politikat një pallat një vot apo jo? Ha? Ka ardhur atje duke bashkëpunuar me ato që thotë edhe Kreshniku, që unë i kam denoncuar qysh në vitet 10 vjet përpara e këtej, kupton ti, me ata pronar media që s'kan lënë gjë pa bërë. Dhe që janë sot edhe deputet, apo jo, në vend që të dënohesh nga drejtësia për parat, për gjërat. Tani këta janë rreth e rrotull gjithë, në qoftë se janë vërteta ato që unë përsëri i them këtu si proba që i kam dëgjuar, por që nuk mund ti vërtetoj, dhe këtu kërkoj transparencë, dhe prandaj jam i hapur, se ky është në konflikt dhe me këta, atëherë, ky vendim mund mos jetë thjesht i presion i kryeministrit, po mund të jetë dhe presion i gjithë këtyre grupeve që kanë interesa me kryeministrin. Kreshniku thotë që Digitalbin, unë nuk e di që e ka Edi Rama, që ka pronar Edi Rama i Digitalbin, ai thotë kam prona, unë nuk e di, por dija më që Beketi më duket është në gjyq me Digitalbin, supozojmë. Dhe jo supozojmë, po kështu e di unë, nëse s'është kështu, e kam gabim, po unë prandaj nuk kam apo me Topin. Topi lidhet me Digitalbin apo nuk lidhet? Ka lidhje apo s'ka? Ka pra. E pra, tashim, më falë se nuk jam jurist, nuk i kam hyrë këtij domeni. Po, domethënë, në qoftë se është në gjyq, atëherë ngatërrohet shumë puna. Dhe këtu mos shohim thjesht një kryeministër që sot është, nesër mund mos jetë. Po duhet shohim gjithë sistemin mediatik që punon në Shqipëri, që për mua është aq problem sa e kam quajtur ka 10 vjet e këtej regjim mediatik të që ndodh. Domethënë jo regjim policor, se s'punon me polici, po ka punuar me media për të shkatërruar interesin publik, për përfituar një grush njerëzit. Ky është problem. A është Beketi brenda kësaj këtij sistemi si pronar privat? Ndoshta është dhe kjo. Ka një privilegj që thot ky që është me parë italiane dhe sot mund të japin privilegjin që merr para publike shqiptare. Me kjo çështje, Beketi vendosi dhe një standard i cili vlen të diskutohet edhe në këtë rast. Ne kemi transmetuar ditën e djeshme. Në 1 maj të vitit 2014, i pari investitor në Shqipëri vendos të ftoj FTI Consulting, kompaninë e njohur të këshillimeve, e numri 2 në botë, për të bërë transparencën. E kemi parë. Qartësisht erdhi do bëhet transparenca e fondeve nën firmën e reputacionit FTI Consulting. Nën trysnin se qarkullonin këto fjalë që ky bën patrim parash apo kudiuna nuk e di. Investitori Beketi ftoi të gjithë politikanët, drejtuesit e mediave, çdo person publik të bënte të transparencë, madje duke ofruar ai mundësinë që kjo gjë të realizohet me shpenzimet e tij. Tani unë them këtë që në shtet normal duhet ta bëj shteti, ne kemi kontroll i lartë i shtetit, kemi një të pastrimit parave, unë nuk di për shembull ajo zyra e pastrimit parave që kemi ne sa është e informuar për këtë. E gjitha këto ka institucione,
Kjo është domethënë një gjë që e paguan ai dhe këtu Pra, vendosja, një problem. dua të them. Mbahet mbi reputacionin e Kemi FT-s, dëgjuar kupton? Beketin. Bete, një moment. Do ta drejtosh ti të program. Do ta drejtosh, mere. Okej. O ta drejtoj unë, e drejtoj ti, nuk ka problem. Lubonja, po qëndroj këtu. Beketi e nisi këtë histori për shkak të asaj që ndodhte duke vendosur standardin e transparencës. Më pas vjen prokuroria shqiptare, e cila shpalli ato që shpalli, ato që mësuam dje. Ndërkohë që sot më herë gjatë ditës, ish kryeministri i vendit, Zoti Sali Berisha, ka folur jo vetëm për atë që është duke ndodhur me prokurorin, jo vetëm duke cilësuar momentin aktual rrezik vdekje për mediat shqiptare, por sipas tij ka dhënë variantet pse po ndodh kjo që po shohim, me zë dhe figurë. Për të dënuar me ashpërsinë më të madhe aktin e shëmtuar dhe të paprecedent në historinë e pluralizmit shqiptar, në historinë e fjalës dhe mendimit të lirë, konfiskimin, sekuestrimin nga ana e Edi Ramës të një televizioni me të cilin prej kohësh është në një betej të madhe, Agon Channel po i çirte masken çdo ditë. Lidhjeve të krimit të Edi Ramës po i çirte masken çdo ditë. Aferave të pista të kësaj qeverie, të Ramës dhe të anturazhit të tij. Televizioni i cili ka transmetuar në mënyrën më të përsëritur kronikën e sarajeve të Surrelit dhe të sarajeve të Qiparos. Televizioni i cili me emisionin e tij Qa thua u bë të merri i vërtet i qeverisë. Vetëm kohët e fundit, emisioni Qa thua ju faktoi shqiptarëve klonimin e kartave të identitetit. Ju faktoi shqiptarëve me fakte regjistrimin në kontejner, në garazhe që nuk ekzistojnë, në pallate që janë vetëm karabina të zgjedhësve të Vangjurdakos. Por të jipet arrestin avans, një minutë, pa verifikuar gjykata, s'ka gjë më të rëndë se të mendosh të sekuestrosh një televizion. Sekuestrohet në fund kur gjendet gjithçka që është në kundërshtim me ligjin, se mbron njeri. Po ta japish paradhanje sekuestron televizionit, je një armik i egër. Ky kishte hallin të sekuestronte televizionin. Kjo është një çmenduri. Qofse ka parregullësira, le të ketë një proces të hapur. Binës për të gjithë nuk janë mediat kështu siç kujton Edi Rama, o me te o të zhduken fare. Të mash njërin në sjetull dhe të godash atë kundërshtar, apo të vendosish në krye të entit të mediave drejtuesin e Digitalbit, atër me rëfunda e punë. Sa e rrezikshëm është ky vendim për lirinë e medias në Shqipëri? Absolutisht është një rrezik për vdekje për lirinë e mediave, dhe u them mediave, të cilat unë prisja të bërë një reagim më të fuqishëm, pristin cila do ketë radhën, të besosh akuzës së larjes së parave, kur kjo akuzë formulohet nga Çorapja. Çorapja është drejtori aktual i drejtorisë së luftës kundër larjes së parave, ai është i aftë për moralin dhe integritetin që ka të akuzojë çdo shqiptar politikisht për larje parash. Këto janë të gjitha të Çorapes, i që dhe të 2-3 policëve gjyqësorë sa i Mir Tahirit. Ky televizion u përballë me Edi Ramën fuqimisht në të gjithë veprimtarinë mafioze të kreut të qeverisë. Ai nuk pranoi të censuroj lajmin mbi lidhje kontraktuale të Ajola Xhoxhës me bosin e rrjetit ndërkombëtar të prostitucionit Xhakashvili. Doli lidhja kontraktuale e Ajolës me Xhakashvilin dhe tani duhet qarkulloj arresti. Po arrestohet filani, po arrestohet, kala parap në mënyrë që njerëzit të krijojnë një dominancë tjetër, njerëzit harrojnë këtë.
Këto ishin argumentet e ditës si kryeministrit Berisha apo zëri Speju? Besoj që gjithmonë ka një taktik politike për ta nisur aty ku e mbylli Berisha. Për të spostuar vëmendjen te pastrimi parave për fushatën elektorale, i cilën trafikanti rumun kishte nënshkruar kontratën me Ajola Xozën, e cila është bashkëshortja e kandidatit për kryetar bashkie Erjon Veliz, pastrim parash i cili u provua me kontratën dhe prokurën e përfaqësimit ku avokatja Ajola Xozë tashmë nuk e mohon dhe e pranon, u luajt karta e sulmit ndaj Agon Channel për spostuar vëmendjen nga ky skandal i cili mund ta çonte opozitën shqiptare dhe për cilën Berisha ka dy përgjegjësi. E para që lejoi Edi Ramën të pastroj paratë veta te Top Channel dhe pushtoi dhe krijoi monopolin e vet dhe prishi atë që Lubonja thot mekanizmin e sistemit mediatik në Shqipëri, dhe ajo ama e famshme nuk mundi kurrë të licencojë dhe të flirtojë të gjitha parat apo burimet e origjinës parave të pronarëve të mediat, dhe e dyta për shkak sepse në këto kushte nuk mund të ketë zgjedhje dhe ai duhet ta tërheqë opozitën dhe Partinë Demokratike nga zgjedhja drejt bojkotit popullor të 21 qershorit. Nga ana tjetër, mekanizmi i hetimit dhe i gjykimit është tërësisht jo ligjor. Nuk mundet ministri i brendshëm Sajmir Tahiri të dorëzoj dosjen për Agon Channel, sepse nuk është as trafik droge, nuk është as shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor, po është pastrim parash që dyshohet. Dhe ka një drejtori për pastrimin e parave, i cili është institucioni ku ngre gjithë mekanizmat e verifikimit të origjinës së parave apo investimeve të brendshme apo të huaja në Shqipëri. Dhe kjo drejtori bashkëpunon është në varësinë e Ministrisë së Financave dhe është pjesë e task force-s. Task force-a është ai mekanizëm hetimor ku përbëhet nga policia, prokuroria, Ministria e Financave dhe gjithë elementet e organit të akuzës. Dhe drejtoria e pastrimit parave duhet ta dorëzonte në task force dhe task force të merrej me kallëzimin penal, dhe jo ministri Tahiri dhe policia e Tiranës, se policia e Tiranës merret me xhamat e thyer, policia e Tiranës merret me vjedhjet e makinave, policia e Tiranës merret me hashashin që pin kalamajt në përlagje, po nuk merret me kundërshtarët politik Sajmir Tahirit që dorëzoi kallëzim. Nga ana tjetër, është e paprecedent që brenda 24 orësh kryeministri prezumon fajsin dhe jo pafajsin e Begetit, e investitorit huaj më serioz në Shqipëri. Ne plotësisht dakord jam, dyshohet për pastrim parash, pse jo? Të hetohet, për 1 vit, 2 vjet sa janë afatet, të gjykohet në 3 shkallën, shkallës parë, gjykat apelit, gjykat lartë, pas 3-4 vjetësh hetim dhe gjykim, nëse gjykata e deklaron fajtor, le dali kryeministri, sigurisht ai është sigur që është kryeministri i përkohshëm, po ai që do të jetë, le dali dhe thotë që Begeti pastron parat. Por kur 24 orë nuk kaluan dhe stafi drejtuesi i Agon Channel doli nga qelit e burgut se gjykata tha arresti që i palishëm, si mundet të mbivendosësh instrumenta politik për të ushtruar presion tek mekanizmi i drejtësisë. Dhe ky është një problem serioz, në cilën këta nuk kanë mundur dhe kanë qenë të paaftën ta ndërtojnë, dhe sot lejojnë këtë konkurrencë të pandershme mes 2 televizioneve kryesore, të cilat mbiemrin e kanë me Channel, po njëra e ka me Top, dhe janë Topët e Ramës, tjetra është me Agon, të cilën këta duan që ta perëndojnë. Por unë do t'ju thoja që duhet vazhdoni punën, sepse drejtësia vonon, por nuk harron, dhe Agon Channel ka fatin e madh që sot tjetë në opozit, dhe tjetë në opozit. Ne jemi kush interesi qytetarë, se përcaktimet e opozicionit majtës djatës në Shqipëri janë pak të konfunduar, apo Lubonja ka një tezë ish kryeministri, e cila është mbështetur edhe nga aktorët e tjerë të politikës shqiptare. Hidhet ky shashk, sipas tyre, për të mos dëgjuar zhurmat e skandaleve të tjera në politikë. Shiko, problemi i Berishës është ai që tha Kreshniku. Se këtu janë akumuluar shumë gjëra, mos harroni se dikur Berisha fliste për, si thoshte, e bardha, mielli i bardha, e ku di unë për televizione që mbaheshin me miellin e bardh, me kështu, me ashtu, edhe erdhin pushtet,
asgjë nuk bëri, ato vazhduan, u thelluan problemet, u shtua mjelli, u shtua buka, u shtua ky pislëk i madh, kupton? Dhe ne jemi tani në këtë situatë ku Berisha ka përgjegjësitë e veta dhe ka një problem që kur del Berisha thonë ata, ky flet, ky gati sikur s'ke kredibilitet, edhe pse është një argument ky, argument politik, sepse normalisht po rrior njeri sa herë flasin tjerë ti do ndrysh. Po më debati kur mbarojën thuaj unë nuk jam dakord me Lubonjën këtu, po jo ndrysh sikur jemi na shumë. Mos më ndërprer logjikën vlla, lutem. Ti ndërhyn edhe pse ti je këtu drejtues, unë jam një gazetar, ti prap i asaj edhe Sonila tha mos e drejtoj. Tani unë po flas me Sonilën, ti. Me mua falu. Çfarë them se Lubonja, ktheu, pavarësisht paragjykimit për Berishën, ato që thot? Pavarësisht pra gjithë këtyre përgjegjësive të mëdha që ka Berisha që i përdor dhe kthehet për një gjë e përdor politikisht, çështja mbetet që thelbësore është ky, selektiviteti. Ne këtu po flasim për një aksion të drejtësisë. Unë po të kem besim që drejtësia jonë nuk kontrollohet as nga Edi Rama, as nga mafia që ka kap shtetin, as nga oligarkët, as këtej, as andej, nuk është e korruptuar, nuk ka probleme. Unë do thoja, unë respektoj këtë dhe do pres me gojë hapur, me gojë mbyllur, atë duke prezumuar pa fajsin, sepse është e drejtë e njeriu të prezumohet i pa fajs. Edhe pse kërkohet mbyllja e një televizioni më pak se 2 javë nga zgjedhjet. Në momentin kur kemi këtë histori, në momentin kur shohim pra Shakashvili, çfarë doli ky që turbullohet fare, s'merret vesh se çfarë Shakashvili, kuptoti? Në momentin kur unë shoh që këtej hidhen ner pallate Buzdetit, se janë Lulzim Bashës. Këtej ngrihen pallate Buzdetit, se janë Koço Gogdhimës dhe të LSI-s andej matan, siç e kam përmend disa herë, unë nuk besoj. Dhe në këtë situatë ne vazhdojmë të notojmë. Tash unë që dhe Berisha ka i problem këtu, se Berisha është ai selektiv. Në këtë moment ai del kështu. Por ama shumë gjëra që duhet denoncojnë nuk i denoncon. Pra s'ka kredibilitet. Nuk denoncon gjëra të tjera. Ata të vetët si denoncon. Denoncon vetëm ata që i dalin kundër në një moment. Dhe kjo histori vazhdon. Këtu tash i vim te drejtësia, ku ka qenë dhe zoti Spahiu, ja bëra këtë pyetje. Kjo është problemi i madh. Në krye të kupolës. Se a mund besojmë ne çfarë thoshte Edi Rama, më fal, kur u dënua ose më mirë them u shëzdënua Ilir Meta. Merrni vini çka ka thënë për drejtësinë. Pse a mund besojmë ne që ajo drejtësi tani që erdhi Edi Rama u bë e pa manipulueshme? E drejt. E kemi shumë vështirë. Gjithmonë ka një hap të parë me një ndryshim të madh. Megjithatë për te kësaj ne që jemi vëzhgues, duhet të ndjekim argumentat hap pas hapi, po lexojmë Beketin, po lexojmë çfarë thot prokuroria, po lexojmë këto, do të masim dhe do shohim a ka pastrim parash këtu apo jo. Dhe në qoftë se ka, do të themi që ka, sepse është e padiskutueshme, duhet provuar pra. Po sot për sot unë e shoh ende të paqartë, po pres. Për te kësaj, pra, për te kësaj, problemi mbetet, ajo që thot Kresniku është shumë e rëndësishme, ky fillim nga Beketi, i një operacioni tek mediat, që janë për mua problemi i problemeve në Shqipëri. Jo zgjidhje, problemi i problemeve. Se gjithë sistemi është ngritur me mediat. Okej. Lubonja, për mua është një blok. Në momentin që ne flasim, e natyrisht, ende nuk ka ndodhur sekuestro, e ne mund të flasim, në qoftë se politikanët paragjykohen, janë gazetarët ata që e kanë për detyrë për ta bërë gjë të tillë, ka një pronar medie, i cili sot ka një kauzë, përballë së cilës sot prokuroria si thua ka dorëzuar një pjesë të vetes, ose është detyruar të tërhiqet nga ajo që bëri një ditë më parë. Francesco Begeti, siç e thash pak më parë, ka dhënë një intervistë për ADN Kronos, e cila më ka ardhur e zbardhur, do ta lexoj tani. Është një intervistë e pak minutave më parë. Deklarata kryesore e shënuar kundër meje një hakmarrje e Tiranës dhe Magon do të ecin përpara. Asnjë lloj tërmeti për Agon Channel, kush mendonte që do të na tremte, por merr një rezultat kundër. Flet kështu Francesco Begeti, kontaktuar me telefon nga ADN Kronos në Londër, pas mandatit për arrest të nxjerrë nga ana e prokurorisë së Tiranës.
Pyet gazetari, a duhet ta konsideroni këtë mandat si shflitet një lloj hakmarrje nga institucionet shqiptare për qëndrimet e shprehura nga ana e televizionit tuaj mbi qeverinë shqiptare? Po, përgjigjet Begeti, është një hakmarrje edhe pse Agon Channel nuk bën politik, por informon lirisht publikun. Si përgjigjeni akuzave për falsifikim dokumentash dhe riciklimin e parave? Nga dokumentet, përgjigjet Begeti, del që vepra penale e riciklimit të parave ndaj meje bazohet vetëm në një dyshim lidhur me 3 transferta parash, duke u bazuar në kërkesat për letër porosit që i përkasin periudhës rreth 1 vit më parë dhe që nuk është marrë asnjë përgjigje. Këto elemente në duke janë të pamjaftueshme për të hapur një hetim dhe aq më pak akoma për të justifikuar marrjen e një mase sigurie. Në çdo rast, unë nuk kam ricikluar kurrë para dhe në çdo moment jam në gjendje të vërtetoj origjinën e lishme të gjitha fondeve të transferuara në shoqëritë e mia, gjë që duhet ta kishte bërë gjatë 2 viteve hetim prokuroria, por me sa duket nuk e ka bërë. Për sa i përket akuzës për evazion fiskal për mbi 5 milion euro, hetuesit thonë se kanë përfunduar në shoqëritë tuaja të tjera në Shqipëri ose kanë përfunduar në llogaritë bankare tuaja. Begeti përgjigjet. Shoqëritë e grupit nuk janë shmangur kurrë taksave, nuk kanë kryer kurrë evazion fiskal. Kalevaç Green Energy SHPK është kredituese ndaj shtetit për 10 milion euro. Shoqëria ime tjetër detyrohet tatime për 5 milion euro, por sigurisht nuk janë tatime të shmangura, siç më është kundërshtuar. Që një tërmet për televizionin tuaj, pyet gazetari dhe disa nga bashkëpunëtorët tuaj. Në fakt, disa prej tyre u arrestuan. Begeti përgjigjet, asnjë tërmet për Agon Channel, kush mendonte se do të na tremte, po merr vetëm rezultatin e kundërt. Por gazetari insiston, është përfshirë edhe nëna juaj në këtë çështje. Begeti përgjigjet, nëna ime ka punuar gjithmonë dhe ka ambuluar role operative. Ajo nuk ka të bëjë as pak me këto akuza që janë atribuuar. Nga ana tjetër, kur do që të godasësh ose të bësh keq, goditen gjithmonë njerëzit që ke më për zemër. Në qendër të akuzave është çështja e centralit Enel. Pasi refuzova një mbiçmim prej 50 milion eurosh, u përballa me një rast arbitrazhi që është votuar nga 2 gjykatës, njëri prej të cilëve është zëvendës presidenti Enel dhe avokati i përhershëm i proceseve të rëndësishme. Sot shoqëria ku unë jam president merr një sekuestrim mbi të gjitha aksionet e kontrolluara Enel në Holand dhe mbi huamarrjet përkatëse për 6.6 miliardë eurosh, nga të cilat Enel bën kujdes për të përmendur në bilancin 2014 të sapo aprovuar. Sapo ka marrë vesh se më 11 qershor 2015 do të zhvillohet seanca përfundimtare e apelit mbi sekuestrimin në fjalë. Sigurisht ky mandat arrestimi 3 ditë përpara të habit pak. Gazetari i pyet, hetimi ka të bëre edhe me Lejton? Jo, në mënyrë kategorike jo, përgjigjet Begeti. Gazetari pyet, pasuria e bllokuar do të thotë mbyllja Agon Channel? Dhe Begeti përgjigjet, nuk do të thoja as pak kështu. Çfarë ndihen ti thua punojësve të Agon Channel? Janë ata që më thanë të ecim përpara me të gjitha forcat. Atëherë gazetari pyet se përse Begeti ecën me eskort? Sepse më kanë kërcënuar me vdekje. 20 vjet më parë në Itali, thuajse të gjithë sipërmarrësit lëviznin me makina të blinduara dhe eskort. Cila do të jetë lëvizja juaj e ardhshme? Begeti përgjigjet se nuk do të doja t'ua tregoja, por sonte do të hap një çështje arbitrazhi ndërkombëtar ndaj qeverisë shqiptare për shkeljet e rënda të traktatit bilateral mbi investimet Itali-Shqipëri. Kur mendoni se do të ktheheni në Shqipëri, pyet gazetari ADN Kronos. Kur të konsiderohemi mirëpritur, ashtu siç kam qenë për 25 vite me radhë. Unë isha aty gjatë luftës, në ndryshim të ndonjë kryeministri apo ministri që shëtiste nëpër Europë. Kaprarika, ish drejtori i lajmeve të Agon Channel Italia, thotë se bëri mirë që u largua, sepse ishte pamundur të punoje. Begeti përgjigjet, jam i lodhur duke folur për doktor Kaprarikan, sepse është një njeri që thotë bën si them unë, por mos bëni siç bëj unë. Do të doja vetëm të theksoja që ka një rezidencë në Lugano, llogari bankare në Monte Carlo dhe na ka kërkuar të firmosim kontratë bashkëpunimi me një shoqëri të sapo krijuar në Shqipëri, titullare e së cilës është Bashkëshortja. Përfundon këtu kjo intervistë e Francesco Begetit për ADN Kronos. Spejo nga pikpamja ligjore, si ju duket kjo përgjigje? Mendoj që pronari Agon Channel, zoti Begeti, është treguar shumë i kujdesshëm dhe ka dhënë detajet të cilat për publikun janë të panjohura. Ai është futur dhe ka bërë një skaner të
gjithë zërave për cilën dhe detyrimeve të cilën prokuroria shqiptare me pa të drejtë ka hedhur dyshimet për pastrim parash, dhe ajo çfarë është e papranueshme, për cilën me dy fjalë thjeshta do mundoja t'ja përcjellja publikut, është që Edi Rama pas ka qenë shumë i shqetësuar që miliona euro nga Zvicra, miliona euro nga Italia, po miliona euro nga Britania, kanë ardhur dhe janë investuar në Shqipëri. Paratë të cilat në asnjë rast, as prokuroria nuk hedh dyshimin që këto mund t'jenë para droga, apo mund t'jenë para trafiku, apo mund t'jenë, por janë transaksione bankare, për cilat mbetet për të provuar se të ardhura nga cili biznes mund t'jenë. Por në asnjë rast, as në rastin më të keq të mundshëm, nuk ka zëra, apo dyshime, apo hamendësime, që këto janë para të zeza ta një aktiviteti kriminal. Atëhere, si mundet që një investitorit huaj, qofshin këto dhe para të dyshimta miliona euro, po që vinë investojnë në vendin tënd, vinë në Shqipëri, nga cilën paguan qindra njerëz, nga cilën është një investim që mbetet këtu. Si mundet ti t'i vendosësh shkrepsen, dhe si mundet ti të marri për masa kaq të mëdha në arenë ndërkombëtare, ku çdo biznesmen apo investitor i huaj serioz do të thotë jo në Shqipëri, sepse në Shqipëri një transakcion bankar që mund të lëvizi nga banka e Zvicrës në atë të Hollandës, këta mund të ta konsiderojnë paratë zezë, mund të konsiderojnë lavatriçe parash dhe këta të përzën sepse ti hyn konkurrencë me bizneset e qeveritarëve. Pra në aspektin juridik, nuk ka asgjë sot për dyshuar se Begeti merret me një aktivitet kriminal. Transaksionet bankare, shkoni në një bankë, mjafton të bësh një transakcion mbi 5.000 euro, nëse dokumentacioni nuk është në rregull, ajo hyn në skanimin e drejtorisë pastrimit parave. Dhe sigurisht, kur janë miliona euro, automatikisht çdo drejtori pastrimi parash, qoftë ajo në Shqipëri, qoftë në Zvicër, qoftë në Hollandë, fillon gjithmonë hetimet nga vin, nga është origjina e tjerë dhe pse investohen në vende të tjera. Sot e kësaj dite, unë personalisht nuk kam dëgjuar as nga prokuroria, as nga qeveria shqiptare, që për Begetin të ketë një akuzë, apo të ketë një padi në një vend europian, ku Shqipëria, si pasojë e këtij hetimi ndërkombëtar, të përfshihej dhe të ishte e detyruar, siç japon Sajmir Tahiri që i thanë, shko mor ti aty si dordolec, merr se e ke kokainën mes qytetit, se është ngrit fabrika dhe ngrihet kokainë dhe u detyruar në hapën. Sot nuk rezulton që të ketë një kërkesë nga Interpoli apo policitë e huaja kundër Begetit. Por qartazi, kemi një kallëzim të Sajmir Tahiri të bërë 1 vit e gjysmë më parë, në 2014, kemi një pauzë dhe një dosje e cila del nga sirtari, 1 javë para 21 qershorit, në fushat elektorale, që Erion Velia të marri mandatin e Bashkisë Tiranë. Ka dhe një element tjetër që i shtohet të paktën në djenin tonë, për ai sa ne mund ta shohim, për ai sa mund ta gjykojmë në pohimin e Begetit. Desha të ndaloj veçanërisht, thash nuk kemi rrisë, po kjo më bëri përshtypje që kjo historika tashmë kuptohet qartë që ka disa kënde. Mund të jenë dhe aktor ndërkombëtar, të tjerë që janë fut me aktor lokal, po dikush tu ka ngrit dorën dhe ka thënë marrën përsipër e bëjmë këtë punë. Ktu është qartë që është një gjyq që Zoti Begeti ka bërë qartë vetë, që në datën 11 qershor, pra mas sa i bie, mas 3 ditësh, 2 ditësh, do të zhvillohet seanca përfundimtare apeli mbi sekuestrimin lidhur gjyqin me Enelin. Dhe historia bëhet akoma më e keqe, po të shti këndi, sepse është e qartë që kjo data 11 qershor 2005 ka ndikim të madh të kjo goditje. Përveç aspektit politik që ne e thamë, dhe kjo data 11 qershor dhe dikush këtu ka marrë rolin e banditit në këtë qeveri, në këtë prokurori, në këtë polici. Dhe me siguri ka thënë, ka ngritur dorën, ka thënë e bëj unë këtë punë. Dhe po ta vësh re, se unë s'jam jurist, po aq gjë e kuptoj, që në gjitha letrat për shkak kësaj date, në gjithë letrat në prokurorisë, më shumë se për dyshim pastrim parash, për përmendje se dyshim, shtroj edhe çështja e mashtrimeve financiare, lëvizje dhe mashtrimeve financiare. Sepse po të kemi parasysh të datën 11 qershor mas 2 ditësh, ndoshta dikujt, qoftë nga jashtë, nga brenda ose dikujt që nga jashtë ka bashkëpunuar me brenda dhe anasjeltas,
i ka interesuar që në këtë seancë Beketi të shkoj me imazhin e përballë të njeriu që është padur arresti dhe me imazhin e njeriu që ka bërë mashtrime financiare. Pra ata thjesht përpiqen që këtë gjyq kaq të madh me këtë shifër, kaq të madh këtë sekuestrim që ka pothuajse e mbaruar, t'ja heqin nga dora. Në fjalë, edhe në qoftë se është kështu, përveç luftës politike, atëherë Shqipëria, një vend ku prokuroria bën çfarë doj, ku vetë ambasadorë amerikanë dhe organizmat ndërkombëtare thonë që prokurorët marrin lekë në dorë, Kërniku e di më mirë, blenë me kollaj. Çka kanë gjetë? Kanë gjetë vendin ku Shqipëria, ku drejtësia është më kollaj të blihet. Në fakt rekordet e prokurorisë në hetimin financiar janë një kompani e huaj, një armik thojza i kësaj procesi që ka 11 qershor, ka thënë ku është vendi më i lehtë ku ne mund të godasim filan kompani tjetër që është kompania e zotit Beketi, është Shqipëri, nuk është as në Austri, nuk është as në Londër, nuk është as në Itali, sa shumë që godit Itali. Po pse bën këtë punë në Itali dhe bën Shqipëri? Unë kështu lexoj të pak tani që mora këtë informacion. E bën Shqipëri sepse këtu policinë gjyqësore me pak lekë shkon të bën deklaratën. Këtu atë pastrimit parave e ka shok kryeministri dhe i thotë vlla nisu mbaroj këtë punë. Këtu gjejmë prokurorin që na ka shërbyer neve dhe një gjykatës që japë vendimin. Pra kanë gjetur terrenin jo demokratik, terrenin banditesk që ka Shqipëria për ta bërë këtë. Dhe kjo për mua tani është fare e qartë. Kjo data 11 qershor është shumë domethënëse mas 3 ditësh. Kërkojnë datat. Dhe shpjegon gjithçka. Ka hyrë pra Shqipëria me organizmat e saj, prokuroria, policia gjyqësore dhe kryeministri që del sot. Unë jam i sigurt që kryeministri e di këtë datë. Kryeministri jonë e di këtë datë. Dhe prandaj pa u shpall vendimi i gjykatës, shkon edhe bën atë status Facebook. E di këtë datë dhe mund të bërë të bashkë aksioner dhe ka marrë lek edhe në plot gojën për të mbyllë të histori. Sepse kjo, mund një variant. Po a do më lesh plason? Një kënd është ky. Kjo data 11 është shumë e rëndësishme sepse pse do e tokan këtu? Ku lekët kanë ardhur prandaj, është Eneli, kompani tjetër me një kompani tjetër. Lekët nuk kanë dalë nga Shqipëria. Në fakt, ku bëhet për pastrim parash dhe burimin e tyre jashtë Shqipërisë. Po pse nuk jetuan në Itali, pse nuk jetuan në Austri, pse nuk do të kishte edhe një hetim paralel? Unë jam i bindur që Shqipëria është gjetë si terren ku prokuroria blihet, ku policia gjyqësore blihet, ku ai pastrim parave shkon më nga kryeministri. Është gjetur pika e dobët dhe është goditur. Kjo është fatkeqësia që shteti shqiptar me gjithë organizmat e vet vetëm një ndërhyrje juridike janë bërë pjesë e luftës së dy kompanive të mëdha. Vetëm një moment, Lubonja. Duhet pasur një ndërhyrje ligjore për të cilën le të prezumojmë që kemi pasur pastrim parash. Pastrimi parave në rastin konkret nuk është bërë që Begeti i ka marrë parat me thes, me valigja apo në dyshek dhe i ka sjell me traget nga Italia në Shqipëri dhe parat kesh ti ketë investuar për t'i qarkulluar në Shqipëri. Në akuzën e prokurorisë bëhet fjalë për transaksione bankare, në të cilën përfshihen 2 apo 3 banka të huaja. Dhe nëse do të kishim akuza për hetim të pastrimit të parave nga Begeti, atëherë duhet kishim edhe akuzat të ngritura në vendet përkatëse, nga cilat është origjina apo është kryer transaksioni burimi, transaksioni financiar. Sepse këto janë para që kanë ardhur nëpërmjet bankës, me llogari të deklaruara, me llogari jo të personave anonim, me llogari jo të personave të largët, me llogari të personave të cilët janë qoftë pjesë e familjes, qoftë vetë të Begetit. Dhe për këto arsye është krejtësisht e pa justifikueshme që akuza për pastrim parash ngrihet nga vendi i cili përfiton parat. Pra ngrihet nga Shqipëria dhe nuk ngrihet nga vendi i cili dëmtohet nga pastrimi i parave, nga cilët largohen. Ku ndodhe krimi. Pra kjo është tërësisht e pa justifikueshme. Përmendet 3 herë fjala mashtrime financiare. Janë kujdesur të fjala mashtrime dhe operacionet mashtruese financiare për të bërë ndoshta të pavlefshme me këtë gjyqin datë 11 qershor mas 2 ditë. Apeli, Lubonja? Tani, edhe une më të rojë vëmendjen kjo çështja e Enelit. Po. Ke parë dokumentar për Enelit? Normalisht, betja e bëri ekskluzive, sikur është kjo. Nuk e bërë ekskluzive, një kënd thash. Mos më manipulo fjalët, një nga këndet është dhe kjo. Nuk e bërë ekskluzive. Është këndi i Enelit. Po pra, pastaj tha jam e bien kryeministri ka hyrë ka bërë. Ore, thash qoftë është bërë se kanë gjetur këtë vend kështu. Unë, pra,
kanë gjetë një vend, kanë gjetë një prokurie, kanë gjetë një kështu dhe gjithë kjo, ndërkohë që veti zoti punës tregohet shumë më elegant në përcaktimin e kësaj gjëje. Thot diçka që sigurisht ky mandat arrestrimi 3 ditë përpara të habit pak. Lët nënkuptoj, lë atë që këtu mund të kemi pra dalë këtë teza që thash unë, sepse tashi ne analizë po bëjmë, po tentojmë të kuptojmë vërtetën, unë një gjë kam të sigurt në gjithë këtë bisedë, që këtu s'bëhet fjalë për drejtësi në Shqipëri. Për këtë jam i sigurt të them. Unë po them të kundërt, bëhet fjalë për korruptim. O bete nuk të ndërhyrë. Po bëjmë pak debat, po jo mos është debat ky, se unë bëjmë debatin mazi mbarove ti sepse unë kam një mendim dhe ti ndërpret valla. Po lëre ta mbaroj tjetrin ç'është ky. Jepi Lubonja, çoj në fund mendimin. Po do sigurisht jemi në tryez duke pirë kafe, jemi në debat valla po na dëgjojnë njerëzit. Atëherë na marrë tek e tek, një herë ty, një herë mua, një herë ne. Po të ndërhyra fare ti po flisje të marrësh mbarosh, vetëm ti ndërhyr. Lubonja, çoj ndërhyr sigur. Çoj deri në fund, Lubonja. Mos kam ndërhyr asnjëherë. Lubonja, the që nuk mund të jetë çështje drejtësie. Kjo që është duke ndodhur. Për këtë jam i sigurt. Për tjerat jam i hapur me interpretime. Apo jo. Është politik sepse një akuzë është që këtu bëhet sepse Agon Channel-i po sulmon qeverinë. Bashkë të dyja. Prap. Apo jo. Një akuzë thotë që Agon Channel-i po sulmon qeverinë. Po. Një akuzë thotë që ka gjyqje me biznesmen shqiptar. Po. Tani na del Eneli, kupton ti? Na del një pleksi gjërash, kupton? Interesash. Le ti analizojmë, kupton? Le tentojmë të kuptojmë. Këtu sa e pavarësh prokuroria, sa është instrumentalizuar prokuroria, unë këtu prap anoj nga teza që prokuroria është e instrumentalizuar, sepse kjo prokurori që nuk na bëri asnjë gjë për vrasjen e atij bankerit mund mes sheshit, ka kaq kohë apo jo? Po na ndodhin gjithë këto tmerre këtu. Dhe kjo prokurori është krejtësisht miope, po themi, këtem ata tani si thotë Kreshniku, na kërkoka qimen në trag, kuptoni na gjeka ca para që na vikan nga qofshin këto edhe si thotë të papastra, hykan në Shqipëri, kuptoni që s'janë para të po themi para të një tenderi që ju morën publikut shqiptar, ju morën, domethënë ju vodhën publikut shqiptar për t'i marrë X biznesmen apo Y biznesmen shqiptar për të ndërtuar vila dhe për të ndërtuar vila nga 100.000 euro, nga 1 milion euro, kuptoti siç i kemi në periferitë e Tiranës, po kemi të bëjmë me ca para që erdhën këtu hyrën, kuptoti që po të marrim atë logjikën e famshme që thoshin që thot Koçeko gdhima të fusim edhe drogën trafik edhe domethënë marijuana të bëhet kështu kuptoti, ka një pjesë që thon pse e goditet Lazaratin se Lazarati shkatroi ekonominë e shumë vendeve, po të hysh kësaj logjike që s'jam dakord se shteti duhet bërë normal. Kjo ishte e fundit gjë për të goditur nga drejtësia. Por këtu pra ka një sensibilitet të rritur që duhet ta kuptojmë se ku është. Ore, gjitha kjo është dyshim, mas kësaj është shumë dyshim. Është dyshim dhe ka një çështje. Sot Agon Channel flet, ne si gazetar flasim për fenomenin. Nuk ka rëndësi emra dhe nuk ka rëndësi. Ky është një fenomen i pastër. Sot mund të ndodhë që Agon Channel të ishte i sekuestruar, mund të ndodhë edhe nesër. Gjithë pikpyetja e madhe është kush do të flasi për këtë çështje dhe ta trajtoj siç duhet, sepse Zdaria është watchdog, është mbikëqyrës këtë botë. Ky është problemi. Ka shumë gjëra që për cilat nuk flitet në Shqipëri. Po pra, Fatos, edhe kjo është. Unë vendos një bazë profesionale në këtë tavolinë. Që Begeti kur nuk do shpallet fajtor në Shqipëri. Është bazë shumë e fortë. As për pastrim parash, as për një vepër penale tjetër. Por, çfarë? As Begeti, as ajo pranvera financierja, as nëna Begetit, por problemi është ai që ju sapo e thatë me të qeshur, por unë do e them për të qartë. Unë do të qaj nëse ky investitor nga të paktet e Shqipëri do të largohet sepse po merr një grush të rënd pa drejt. Sepse drejtësia do të vënoj, po do të vënoj atëherë kur milionat e Begetit të kenë shku dhe të jenë investuar në Rumania, në Bullgaria, diku tjetër, dhe të kenë hik nga vendim, dhe qindra biznesmen tjerë italian, francer, zvisarian apo gjerman, do të thonë, ç'na duhet ne, more, të shkojmë se përfundojmë si Begeti, se të fusin një fletë arresti, jo vetëm ty, po të marrin dhe plakën tënde, gruan dhe gjithë shka tjetër, se këta s'lënë rahat as familje. Dhe kjo është shumë e rëndë. Është e rëndë sepse këtu paragjykohet procesi dhe sot ne kemi dy zëra, të cilat janë deklaruar për çështjen Begeti dhe Agon Channel.
zëri i parë është kryeministri, i cili nuk është as kryeministri i drejtësisë, nuk është as kryeprokuror, nuk është as prokurori i çështjes, se prokuroria nuk ka folur. Prokuroria ka hesht. Nuk ka pas zëdhënës prokurorisë që të flasë për këtë çështje. Kemi vetëm kryeministrin i cili thot inkurajon arrestimin dhe sekuestron, kemi dhe gjykatën që thot prokuroria ja fut kot dhe 2 drejtuesët e Top Channel, stafi Top Channel, sot janë në shtëpi, janë pranë familjes tyre. Dhe ky është problemi, më falni. Dhe 2 punonjësit e Agon Channel sot janë në shtëpi dhe ky është problemi serioz. Është problemi sepse këta mund ta kërcënojnë Begetin dhe e mbajnë me flet arresti aq kohë sa ai mos guxojë të vinë në Shqipëri, që të kujdeset për biznesin e tij. Nesër mund vi dhe policia në këtë studio dhe mos lejojë të zhvillohet emisioni dhe mund të shkaktojnë një dëm shumë të madh që këtë biznes ta mbyllin. Këta janë të sigurt që Begeti kur nuk do shpallet fajtor dhe kur nuk do provohet që Begeti ka qenë pastrim parash dhe televizioni Agon Channel ka qenë një televizion i cili Shqipëria ka merituar. Por çështja është që nuk do të ketë vlerë. Nuk do të ketë vlerë, se kjo do të jetë një goditje shumë e madhe për mediat shqiptare, kjo do të jetë një goditje shumë e madhe për investimet në Shqipëri, dhe në një moment caktuar ne do ka të ndisemi përsëri tek ato monopole mediatike, në cilën sot unë nuk e kam qartë si njëri. Edi Rama ka dalë si kryeministër flet, apo si ortak dhe bashkëpronar në televizionin Top Channel, i cili është konkurrenti kryesor i Agon Channel. Këtë duhet ta di çdo shqiptar, ta di me status flet ky njeri, si kryeministër apo si konkurrent i Begetit. Lubonja, i ke ndjekur rrjetet sociale? Pak, po. Si të zhdukur reagimi? Po të larmishëm janë, domethënë sigurisht siç e thash ne këtu nuk kemi dëshirë që të dalin të vërteta këto, po të dolën do bindemi. Pra tërheqin ato argumenta që në një farë mënyre e ngrën problemin në interesin tonë, nëse unë themi, Por një gjë bie në sy edhe atje. Ajo që tham dhe përsëritem. Që njerëzit thonë, po pse ata e dinë shumë mirë se ç'është Shqipëria, se ç'bëhet në Shqipëri dhe kjo goditje ju duket anomale në raport me atë se si, nëse drejtësia duhet të kishte prioritete mbi bazën e krimeve të mëdha që janë bërë, se tash i harron fushatën elektorale, po unë duhet t'i rikthem edhe një herë fushatës elektorale, sepse du ta them atë që e kam thënë vazhdimisht gjatë fushatës elektorale dhe që sot e përsërit, fakti që në Tiranë ka 0.5 metër katror gjelbërim për person, ndërkohë që norma është 7 dhe që do të thotë që në Tiranë janë ndërtuar 14 qytete në një qytet, që do të thotë se këtu ka një ndotje të ajrit kriminale për shëndetin e njeriut, për fëmijët tanë, për gjithë qetësinë tonë, ky është krimi më i madh që i është bërë këtij qyteti dhe jo vetëm këtij qyteti, po dhe Bregdetit atje ku do kishte, ku duhet kishte, dhe unë e them që ky krim është bërë nga sistemi mediatik që është ngritur në Shqipëri, sepse shumica e gjithë atyre pronarëve televizioneve kanë qenë pronar media, domethënë e këtyre ndërtuesve kanë qenë pronar mediash. Dhe publiku nuk është informuar për shumë gjëra, nuk është informuar nga televizionet gjatë gjithë kohës për dëmin e madh, për faktin që po shkojmë ke 0.5%, sot rrezikojmë të shkojmë ke 0.3%, sepse siç tha Bojaxhiu që kishim këtu tek liçeni janë bërë plane për të marrë akoma zona të gjelbërta, ashtu sikurse dhe plani urbanistik i Lulzim Bashkës parashikon ndërtime të tjera në këtë dëndësi kriminale që ka Tirana, dhe unë vë bast që në këtë lojë janë prap pronar mediash. Dhe gjithë ky krim, kuptoj, gjithë ky krim është krim më i madh dhe këtë unë e vëre që është edhe në rrjetet sociale prezent, kupton? Dhe në këtë kuptim unë për vete, siç po e deklaroj dhe këtu edhe një herë kam deklaruar, unë dëmet e Beketit, nëse shikoj si investitor në Shqipëri, quaj Kalivaçin, unë jam kundra
ndërtimit Kalivaçit. Ke kundër ndërtimit të Kalivaçit sepse janë për ruajtjen e Vjosës, dhe them shqyr që s'u ndërtua ajo. Kuptoni? Ka qenë dhe problemi që kemi dalë kundra i inceneritori që thonë, i plerave, ndjekjes ndërtimit e një mesadiun ka pas një problem që mund vinin plerat e Italisë të digjeshin këtu që kemi protestuar. Sot e kësaj dite jam prapë i kësaj mendje. Por kur e shikoj si investitor tjetër gjë nuk i shoh, do Kalivaçi s'u bë, kjo s'u bë dhe ndërsa këto më shkatruan mua, kuptoni? Dhe më shkatruan jetën, më shkatruan qytetin, shtëpinë e madhe, më shkatruan. Dhe është një fakt, Lubonja. Tani kjo prokuroria nuk më mbron nga gjitha kjo, po më merret me këtë. Dhe këtu ndjej një padrejtësi, jo se jam këtu, se nesër mund të hiki prej këtu, kupton ti? Jo, nesër mund të vën shiritin, jo ikën, mund të vën shiritin. Por kjo bën mu, kupton? Kaq. Këtë e thon edhe në mediat, me që më pyete për mediat, se kjo është pyetja. Kjo është për rrjetet sociale, rrjetet sociale. E rrjeteve sociale. Mediat sociale. Ta bëra këtë pyetje Lubonja sepse praktikisht ne sot do të ishim duke folur për këtë çështje. Dhe nuk di nëse që nga dita që kemi nisur pasurinë elektorale, nëse çështja e raportit 0.5 me 7 nuk është hapur të paktën një herë vetëm me ata që janë të ftuar. Por ne sot po flasim për një çështje tjetër. Megjithatë, sot çfarëdo që të ndodhi me shiritat e këtij televizioni, për fat mirë jetojmë në kohën e informacionit global. Rrjetet sociale kanë bërtyrën. Do doja të më përgatisnit se si kanë reaguar personazhe publik, por edhe njerëz të thjeshtë për atë që është duke ndodhur me Agon Channel. Kujdes, si një mjet i informimit. Një tentativë për të mbyllur gojën medias së lirë, për të censuruar kritikët e qeverisë Rama, për t'i treguar të gjithë të tjerëve se duhet t'i nështrohen pushtetit. Urdhri për sekuestron e Agon Channel dhe arrestimin e Francesco Beketit, njeriu që vizionin për të parë në televizion të delokalizuar e shndrojë në realitet, ka sjellë reagime të ashpra nga personazhet publik. Duke nisur nga Gens Polo, ish drejtuesi disa dikastereve në qeverinë demokrate, në disa pika zoti Polo sqaroi opinionin për shkakun e sulmeve të qeverisë. Konflikti e Erion Velia e Agon Channel në 2014-ën, Velia i refuzoi të sqaronte Komisionin e Medias. Në lidhje me këtë ngjarje, zoti Pollo publikoi edhe një lajm rreth mesazheve kërcënuese që Erion Veliaj i ka dërguar stafit të Agon Channel gjatë pastrurimit të dasmës luksoze me fjalët do të reciprokoj në rastin më të parë. Edi Rama nuk duroi, por doli hapur dhe provoi se isha ai urdhërues inskenuesi i sulmit. Agon Channel ende i pavarur, denoncues skandalesh. Dy statuset e tjera lidheshin me monopolizimin e tregut të medias. Sulmi Agon Channel pasi protestoi kur Rama e kapur nga Digitalb, i dha ilegalisht të gjitha frekuencat e digitalizimit vetëm Digitalbit. Sulmi kundër Agon Channel, kundër të vetmi televizion që protestoi për kapjen e Amas nga Digitalbi i qeverisë Rama. Mëtej, edhe një argument që konfirmon luftën kundër mediave në funksion të njerëzve, kundër korrupsionit dhe kapjes së shtetit. Sulmi kundër Agon Channel, emisioni investigativ Çathu, i vetmi i pavarur, i pari që denoncoi letërnjoftimet falso. Avokati Altin Goxhe në faqen zyrtare në Facebook shkruan, në fakt pulat e pjekuar në këtë rast janë 3 milion shqiptarët, duke i referuar një editorialit të faqes Civitas.al me titullin Zogjt që do të vrasë Rama me Agon Channel dhe Beketin. Avokati Goxhe ka vënë tekstin tek largimi vëmendjes nga skandalet që prekin drejt për drejt qeverinë dhe bashkëshorten e kandidatit të Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj. Ore se s'po e marr vesh, kanë arrestuar Ajolla Xozën për pastrim parash, apo kanë arrestuar pronarin e televizionit më kritik ndaj qeverisë dhe televizioni Agon vet e kanë sekuestruar. Dhe unë në fakt që po prisja arrestimin e Ajollës. Alban Bala, analisti, drejtohet një bashkëbiseduesit të tij në rrjetet sociale. Ti e ke jetuar dhunën ndaj medias, kur ajo nis është fillimi i fundit. Kjo është ngjarja më e rëndë deri më tani. Analisti Bala vijon mëtej. Beketi ka treguar një këmbgulje të rrallë në Shqipëri, ndërsa për mediat dhe pronarët e tyre, më vjen zor të jap leksione unë ty. Shteti dhe media janë institucione. Këtu po ndodh ajo që shpejt do ta kuptosh se çfarë prodhon. Jashtë debatit për sulmin ndaj Agon Channel, nuk mbeten as artistët, si në rastin e Fatjon Becit. Për diçka shqetësohem unë, si ka mundësi që ky bosi pas ka bërë evazion fiskal dhe tani që filloi emisioni Çathu të nxjerr manipulimet e qeverisë me blerjet e votave, e mbyllin. Për diçka ngrihet pikë pyetja, ku i kishte sy deri tani prokuroria, apo kemi të bëjmë ndonjë urdhër nga lart për të mbyllur televizionin, apo kemi një prokurori që arreston njerëz kur japin urdhër poshtë e tarët. E ndërkohë që në Agon Channel puna vjon normalisht, i çuditshëm ishte zelli i shumë mediave, që dezinformuan opinionin publik se televizionit ju vendos dryni. Në këtë situatë ndërhyi gazetarja Iva Korumi. Keqardhje për të gjithë punonjësit e Agon Channel që me rrogën e tyre paguajnë fatura, taksa, kredi, kurse fëmijësh e të tjerë. Ne veri për të gjithë kolegët që u bëhet qefi për kolegët e tyre. Mos harroni se bota është portokall në kokën tuaj.
Për lajmin e sekuestrimit të Agon Channel në bllokun Populli.al, Gen Seko ironizon duke shkruar, duke qenë se krimi tani është kthyer në sekret shtetëror, denoncimi i tij përbën krim. Në këtë linjë është krijuar dhe një fotomontazh ku moderatorët e emisionit investigativ Çathu, Samir Kodra dhe Gentian Zenelaj, janë zëvendësuar nga kryeministri Rama dhe kandidati për kryebashkiak të Tiranës, Erion Veliaj. Reagimet për sulmin politik të qeverisë në Agon Channel nuk kanë lënë indiferent as njerëzit e thjeshtë. Në faqet online ku ka lexuar urdhrin e prokurorisë për sekuestro dhe arrestime apo akuzat e pabazuara, shumë kush duket se i ka kuptuar prapaskenat. Po çfarë pastrimi parash more, këta ja fusin kot fare. Ky sulm është haptazi me përmbajtje politike. Tek ne ligji për pastrimin e parave dhe evazion fiskal përdoret një lloj si agitacioni e propaganda në kohën e Enverit. Tentativa për të shtrirë tentakulat në fjalën e lirë kanë qenë një fenomen nga i cili pushteti duket se nuk shkëputet dot. Në një tjetër koment lexoi: sulmi i hapur politik sepse Agon Channel ishte i vetmi organ mediatik që nuk ishte rënë ende në kthetrat e këtij pushteti mafioz, që fatkeqësisht është në krye të ekzekutivit. Të tjerë komentues e lidhin ngjarjen me skandalet të zbuluara nga Agon Channel. Kërkohet të mbyllet media që zbuloi mekanizmin e vjedhjes së votës nga PSLSI, një media që i nxori maskaralliqet kësaj qeverie. Kjo prokurori ka 2 vjet që merret me larjen e parave. Ku është edhe ajola e Erionit dhe Hesht. E brenda ditës merret me Agon Channel. Diktatura po vepron, shkruante një komentues. Një tjetër shkonte më tej. E bukur kjo, sapo Çathu i nxjerr të palarat qeveriut, ata i nxjerrin hetimin e nisur që më parë. A thua të ketë qeveriu edhe ndonjë hetim nën mëng për televizionet e tjera? Parti Enver, jemi gati kurdoherë. Ka nga ata që kujtojnë të kaluarën e kryeministrit Rama dhe akuzat për mitmarrje dhe presione ndaj biznesit. Lek për të bler votat. Kush spaguan 60%, ta merr me forcë të futu edhe brenda. Iku koha e 20% kur ishte kryetar bashkie. Tani është kryeministër. Disave u merr 60%, dikujt të gjithën, e disave u pje dhe gjakun. Të tjerë përdorues theksoni se qeveria kërkon të mbyllë çdo fjalë të lirë që është sadopak kundra këtyre qelbësirave, ndërsa përdorej edhe thirrja turp me hashting Jesui Çathu. E frikshme u kthye Enveri. Ishte një tjetër koment duke barazuar kreun e qeverisë aktuale me ish diktatorin, ndërsa dikush tjetër ngrinte pyetjen: po atë që prodhonte kartë identiteti për rilindjen, e arrestuan apo jo? Komentet vazhdojnë me evidentimin se fushata kundër Agon Channel dhe ideatorit të kanalit, biznesmenit të suksesshëm italian Francesco Becchetti, ndodh kur kritikon qeverinë e ajdutëve, ndërsa dikush tjetër e kalon me batut se me sulmin e qeverisë ndaj televizionit italo-shqiptar, po e bëjnë edhe një herë priftin me barr. Për mbyllur, zë Spahiu. Në fund të këtij diskutimi, duke patur në dorë atë që kemi, atë që ndodhi sot, reagimin e gjykatës, duke parë reagimin e Francesco Beckettit, pritshmëritë cilat janë? Mendoj që në ditët në vijim do të jenë ditë shumë të vështira për Agon Channel. Mendoj që gjithë makineria shtetërore dhe policore do të synojë që ta mbylli këtë dritare të zvërtetës, këtë investim kaq të mrekullueshëm dhe unik në Shqipëri, i cili mori për masa për te brigjeve të Adriatikut. Duhet jemi të përgatitur për një goditje shumë të rëndë. Më vjen keq shumë që e them për në vendin tim dhe për në shtetin tim, po qartasi Begetti nuk i ka dhënë lek Edi Ramës, se po t'i japi lek, t'jeni të sigurt që nuk e osjell policinë nesër. Ka vetëm një zgjidhje, ky njeri njeh vetëm njerëzit që paguajnë para. Begetti, si një investitor i cili vjen nga jashtë, as nuk e ka fut aksioner në Agon Channel, përkundrazi e ka lënë tek televizioni konkurrent të Top Channel, as nuk ka shku t'i japi rushfet, dhe Edi Rama, kur shikon këto shifra, 6 milion euro këtu, 8,5 milion euro atje, a i tërbohet, thot si ka mundësi gjithë të para dhe në asi zarf nuk vjen të kun. Prandaj, thojni Begettit sot në dark, doni ta shpëtoni televizionin dhe biznesin, qojni në i lek me dikë, dhe kjo është zgjidhja vetme. Vjen keq që unë jap këtë konsulencë juridike, por në shtetin tim, me këtë kryeministër nuk ka zgjidhje. Por ndryshe, do i vihet Dryni dhe Begetti do mbari valixhet për Itali. Ose nuk do bëj gazetar për mercenar. Lubonja. Tani unë nuk e këshilloj këtë gjë. Unë mendoj që çfarë pret Lubonja, çfarë pret realisht? Ti analist, ke njohur situatat të këtij vendi nga më absurdet. Shiko. Unë përvoja ime e jetës së gjatë, për fat keq, më mëson që në këtë vend triumfon e keqja dhe gënjeshtra. Dhe vetëm kur i vjen fundi ka pak rezistencë, përkundrazi, punohet me gënjeshtrën edhe me të keqen punohet. I keq i ka pushtet, i keq i ka. Unë si gazetar
djeta e ndritare, desha të flasë, them vërtetën time, nesër dhe pres që edhe mund të mbyllet kjo dhe them drejtën nuk e ndjej që mund të kthehem në disa media që i kam provuar, gjithmonë i kam denoncuar si probleme edhe brenda tyre, kupton, në atë kuptimin e saj. Dhe është situatë e trishtueshme për gjithë fatin e së vërtetës në Shqipëri, jo se po mbyllet ky kanal, po sepse ka njerëz që nuk punojnë këtu punohet pra në emër të skeqjes dhe të së gënjeshtrës dhe për fat të keq kanë sukses më shumë gënjeshtarët dhe njerëzit që bashkëpunojnë me krimin në këtë vend. Kjo është shumë tragjike. Pavarësisht se nuk mund të vë dorën për Beketin, them që shiko se Beketi është i pastër e këta janë të këqij, nuk e bëj as këtë se po pres drejtësinë që të flasi, faktet, argumentat, por ata që thash përpara e përsëris që këtu nuk shoh në i vullnet drejtësie, shoh pa drejtësi në kuptimin e selektivitetit edhe në rastin kur supozojmë edhe Beketi mund të jetë fajtor, prapë është goditje selektive dhe selektiviteti nuk garanton drejtësi. Kështu që mund mbetet kjo që njerëzit bëjnë rezistencë për të vërtetën, kudo që t'jenë, edhe në çdo tryezë, mos i nënshtrohen pushteteve. Është një luftë e gjatë. Qa them unë, qa pres unë, pres që thot një proverb kinez nga njerë mund të bëjë dhe këtë. Një proverb kinez thot nëse do të shohësh kufon në armiku do i prit mbrek lumit. Edhe në Verogjën e pritëm mbrek lumit se s'bëm dot gjë. Nuk është për të pritur në fakt, po për fat e pritëm mbrek lumit dhe erdhi se do vjen e keqja e ka fundin e vet, dihet ajo. Por i shkon gjatë. Dialektike. Tashi, unë kështu e përjetoj këtë situatë, që s'më lën mundësinë si gazetar që të bëj analizën për të mbrojtur Tiranën me aq sa mundem, kuptoti? Për të mbrojtur ato metrat katror, edhe për të rritur ato metrat katror. Për këtë punë për nesër ke kohë pas atë kam problemun kryesor. Po më sot kemi temë tjetër. Sepse këtu kemi edhe një problem, që ta themi, ti themi gjitha se ne jemi një palë, këtu na mungon pala tjetër që të na japi argumentat kundra, shiko po ti e ke gabimin. Palën ke prokurorin, këtë palë. Po mund të ishte në kuptimin që ne po këtë do më, po ta s'kanë gjë, ka vetëm 2 letra. Këshuan palë në kur këtë bëhet histori. një debat me argumenta, gazetarësh. Gazetari tjetër çfarë thotë, do pres drejtësinë do thotë. Çfarë do thotë? Po jo mos e ka. Po presim drejtësinë gjithë. A fole për kolegët të tu që thonë 1, 2, 3, 4, 5 kundra. Mo bëte kafenesh, mo bëte pse keni rrogon kaq, pse keni rrogon aq. Po pse më këtu është puna rroga gazetarit, po ka gazetar që mund ta kenë rrogon më të vogël se unë se ty dhe marrin le ndërtimi. Marrin në favore nga pushtetarët. Po mirë pra, pikërisht do të ishte mirë që këta njerëz ti kishin përballë dhe të bënim debat dhe publiku dëgjonte të vërtetën, kuptoti edhe nga këndi i tyre dhe pastaj të jep të drejtë më shumë se e vërteta është gjithmonë. E vërteta nuk është përplasja. Del si dialog midis njerëzve. E vërteta është Unë kështu mendoj. Në këtë aspekt ne kemi një handicap. Po ti ndërhyre gjatë gjithë kohës edhe se thash specialisht mos ndërhyr. Ne kemi një handicap, po jemi në ditë, nuk po bëjmë në dasëm këtu që të marrim gjithë dasmorët. Jemi në situatë kur media tjetër, një pjesë e medias tjetër nuk e pas avokatin të thash dhe herë, kur ka edicione lajmesh 25 minuta merren vetëm me agonin, dhe ti tani këtu do Andrea Stefani që të gjesh vërtetën. Po të thënë dhe herë dhe po ta kesh, ky rast specifik, jo ky rast specifik. Përmenda emra, unë jam i hapur për argumentin tjetër sepse nuk i di gjithë. Ti ndërprem gjithë kohës, thashë edhe unë. Është çështje në drejtësi. Unë jam i hapur është çështje në drejtësi. Për tu debatuar. Është çështje në drejtësi. Kjo është, ne e tham që fillim, nuk kemi të shpresim përveç se të bëjmë amë të presim drejtësim, por në kaq vë turën përdorim dhe shifet, mënyra si u hartu letra e prokurorisë, mënyra se si u bë, kaq. Kjo është e dyshimt dhe mos u bëni disfatist dhe po mbyll agoni. Agoni s'ka pse të mbyllet. Nuk ka pse të mbyllet me çdo kozë, dhe po e mbylli 1, 2 ditë, 3 ditë, unë e thash, ne që bëm televizionin delokalizuar, do bëjmë televizionin Partizan. Dhe Keshniku është dakord me këtë ide. Po Lubonja është dakord Lubonja me televizionin Partizan? I propozuar nga vetja? Cili është televizioni Partizan? Po ja unë mbyll Tushkun i çadrën 5 dhe bë televizionin 5. Unë mbyll Tushku Petrel. Nuk mbyll televizionin kaq shumë ka rrjete sociale. E vërteta do të gjej rrugën Lubonja. Ose bëni disfatistë. E vërteta thot një fjalë hollohet por nuk putet.
Por tani hollimi është Ku do flasësh ti proces për shumë i gjatë. raportin 057? Nuk më intereson mua gjë tjetër Lubonja. Kjo më intereson, rris fëmijë në këtë vend. Ku do flas? Unë nuk jam vetëm gazetare. Ku do flas? E pra? Për këtë e pra. shqetësohemi. Kjo ha debat. Kjo, shiko, po ky pra është problemi. E pra Ku do Lubonja, flas? këtë thuaj. Ku do flas? Këtë thuaj Lubonja. Ku do flasësh? Do flas në tavolinë, sepse në kafene, se kam thënë edhe herë tjetër që edhe në kohën e Enver Hoxhës media e vetme ishte kafeneja më shumë ku qarkullonin informacionet, jo mediat e shtetit. Edhe këtu ka shumë probleme që nuk janë thënë, sepse se po të ishin thënë problemet, po e përsit e njerë nuk do të kishte ardhur 0,5%. Kupto? Do të kishim mbetur ke 3-4. Tani, është ajo e vërteta që hollohet, është holluar deri në 0,5%. Bete. Jo, do ta kuptoj dhe çikës, unë kuptoj Lubonja dhe ka drejt, po ja shpjegova dhe rrugës dhe dje dhe sot. Po si s'kam drejt, kanë drejt 40 vjet Enver Hoxha duke gënjur. Po kur të bëj kaq ty. Pushtet. Kupton edhe me dhunë, po edhe me. Ore jemi parë një muri me skuadër pushkatimi. Dhe du me na vra. Ky thot prit flasë për ambientin tani. Po pritet të shpëtojmë mos na vrasin. Se po na mbyllin sot. Po këto dua t'i them, Lubonja, nga kjo studio dua të flasësh për ambientin. Nga kjo studio, unë kam për nder të flas Lubonja në këtë studio. Po kanë lidhje më bejde se po kanë lidhje se pushtetin ta thaj një pallat një vot ta ka thënë Ilimeta. Është parrulla ajo. Ai pallat një vot, ajo vota të kthehet, ai pallati të bie mbi kokë ty tani. Ai pallati po të bie mbi kokë. Dakor, po. Mos ta vjen Chelsea një herë pas e flas. Pesimizmin e nisti Kreshnik Spahiu. Pallati po bie mbi kokë. Jo, Kreshniku dha mënyrën si bëhet që me sa me sa dyshoj, unë nuk kanë dashur të bënë atë më gjitha Niku, po dhe bëhet ashtu, ka drejt. Po bë ashtu, si thot Niku, atëre kjo media mori fund. Se qofse të ju në këtë marrëdhënie me kryeministin. Jo, ta mercenar pastaj. Ja prap ndërpreve me që Allafi. Qofse ju këtë marrëdhënie me kryeministin që t'i çojmë tufën me lek dhe të na lirojë, atëre u bëm shërbëtor të kryeministit dhe mbarë. Mercenar. Lubonja mbyllet i Lubonja. Do ta mbyllë ty, nuk las, Beten as Spahiu. Lubonja, ta mbylli Lubonja. Tu bëhet fjalë për transparencë. Ne po kërkojmë transparencë. Edhe për këtë duam transparencë. Unë po e mbyll me një gjë. Unë, si qytetar, kërkoj transparencën e financimit të këtyre partive. Transparencën e atyre parave që më dalin, që kanë mbush kuqe ma vi gjithë Shqipërinë, gjithë ato lede, ekrane lede, gjithë ato se pash një fotografi që ma quan, në një fshat aty... Mos e kemi të... Mos të them? Jo. S'po e them. Por, do më dhënë, unë duhet transparencën, sepse transparenca, se nga vinë parat, më të regon mua shumë qka, se qa do bëhet nesër. Jam plotësisht dakord. Jo lafet që më thonë mua ata, se do të mbjell pem, e do të mbjell se këtë kam 20 vjetë që të gjojun, që këta mbjellin pastaj pallate, sepse nuk bëjnë transparencën se kush është ai pronar mediash dhe pallatesh që ju ka dhënë para për fushatën elektorale. Këtë transparencë e dum siç e dum dhe për Beketin, transparencë nga i kanë ardhur parat, si i ka marrë parat, nga i kanë meqense jemi te kjo pikë, ne u them kështu do mbyllim. E zgjodhi Lubonja ta mbylli në këtë formë. Transparenca, FTI Consulting, kompania konsulente numër 2 në botë, së cilës Begeti u referuar për të qenë jo vetëm përballë publikut, por edhe përballë prokurorisë. Ky është standardi. Nisi me transparencën, pastaj të tjerat. Faleminderit që ishim me ne, faleminderit Kreshnik Spahiu, patos të bëni në debatin transparencë e transparencë. Në 1 maj të 2014, pas më shumë se 20 vitesh në Shqipëri, sipërmarrësi i suksesshëm Francesco Beketti realizoi për herë të parë një mision të quajtur Transparencë. 50 minuta të dedikuara për publikun përmes ekranit Agon Channel, që Beketti ofroi të vetë kontrollojë gjithçka kishte të bënte me origjinën e të ardhurave apo investimeve të tij miliona euro në vendin tonë. Misioni Transparencë kishte 2 protagonistë të rëndësishëm, sipërmarrësin italian Francesco Beketti dhe drejtorin menaxherial të kompanisë FTI Consulting, një prej kompanive prestigjioze audituese ndërkombëtare. Kemi parë çdo qindshë, çdo cent, euro apo lek dhe kemi pasur një akses të paprecedent në këtë kompani. Ndërkohë që certifikata jon është raporti që i kemi çuar kompanisë që po e bëjmë publik dhe në fakt këtë po bën dhe zoti Beketti. Konfirmoj që të gjithë financimet që kanë ardhur në Shqipëri
kanë ardhur nga shoqëri të grupit tonë italian, pra janë para të gjitha që mund të gjurmojnë në nivel bankar në Itali. Një vit më parë, Francesco Becchetti i parapriu kësaj situate me këtë mision të qartë transparence ndaj të gjithëve, duke shpërndar mjergullën e krijuar nga thashethemet e korridoreve të pushtetit mbi origjinën e të ardhurave në Shqipëri. Është bëhet fjalë për një thashethem di korridori politik. Pra, është një thashethem politik i shumicës që drejton vendin aktualisht. Kur nuk jam përballur direkt me këtë, por boll fakti që nuk kihet parasysh që grupi ynë si pak në Evropë është kundër tendencë dhe sot është në gjendje të vazhdojë të investojë dhe të shtojë investimet dhe në vend që të marrë komplimente për këtë, por në vend të këtyre merr thashetheme keqdashtë, sa më shumë rritet niveli i pushtetit, aq më shumë shtohen dhe thashethemet. Gjithashtu vuan edhe nga zilit e atyre që përpiqen të hiqen si milioner, që të shpjegojnë për 20 vitesh se si bëhesh një milioner, dhe madje nuk kanë as para për të paguar dhe një vendim gjyqi për shpifje që ka bërë me mua, dhe sot është deputet i Partisë Socialiste ky person. Ky është problemi. Por Francesco Becchetti nuk u mjaftua vetëm me misionin transparencë. Ai sfidoi drejt për së drejti të gjithë investitorët e tjerë, por edhe klasën politike në Shqipëri që të ndiqnin shembullin e tij. Të gjithë sipërmarrësit e tjerë me rëndësi që ka vendi së bashku me të gjithë politikanët dhe drejtorët e përgjithshëm të ministrive ti nënshtrojnë ashtu siç u nënshtrova unë një advisor ndërkombëtar. FTI Consulting është një kompani e themeluar në vitin 1982 dhe është shtrirë në 26 vende të botës. Seriozitetin dhe garancinë që jep kjo kompani e tregojnë edhe çmimet e marra për veprimtarinë e saj, ku regjistron 3 çmime Nobel, si dhe fituese e çmimit AMCF në vitin 2012 për strategjinë.